Në Kosovë gjithmonë është Diona nga Londra, në Londër Diona nga Kosova. Ku është Diona? Ku ndihesh ma vetvetja? Vetvetja Nina, a din që është një kohë kur jetoj në Londër, e kom gjetë shumë vetën atje. Tash që jam këto, e kom gjetë edhe vetën këto, se tash jetoj, nuk jam mu në Londër, tash jam gjithë kohës këto. Kështu që e kom pru qatë energjin që e kom pasë në Londër këto, apet jam e njejta, apet diqysh I fit in me the culture në sanë tjera, po apet diqysh e moj ato temen, kështu që munona më konë. Ka ki sjell nga Londra në Kosovë që nuk i ki ndryshu? Nuk... Diçka prej kulturës Londrës? Po, kultura Londrës diqysh atje je shumë... ki shumë liri me bo shumë sane, me shprej vetën, që shki qef me shprej vetën, nuk ki nashta shumë njas që gjykojnë. Ate një nashta pak ma jo gjykus. Kom do është diqysh apet më konë që ajo free spirit, kur jam edhe këto, apet edhe me bo sane që kom qef me bo, dhe saj përket kongve të mija dhe muzikës tem, kanë duhet nashta që kom pas shumë komente, ose... që me thonë më kanë... Kam mbush me fjallë, ndoshta ma... Më kanë diku shumë, nashta pak ma herë të më kanë diku fjallë, për shumë më kanë komentu, dikush, jo bëne qitë kongë, jo mëse bë qitë kongë, atë në tash jam diqysh, apet e kom këthy që ato që unë e kom e bo, I'm gonna do me, edhe në kom e bo që ato që kom qef me bo, dhe për shpresoj që kam ju pëlqy. Do flasim pak ma vonë për muzikën, po të regojmë si u përballë me paragjykimet e Kosovës. E dintisht që ne kena diskutu edhe ma herët. Edhe si i te i kalove, se vjen një moment kur i te i kalon edhe mu nuk ndikojnë të te. Po në fillime... Fillime më kanë diku, nuk të rej, më kanë diku kështu, kom pas... Edhe jam konë shumë e rej, kur ja kom nisi kom pas 18 vjetë, kështu që shumë easy është me një fjallë me të ndiku. Apet, menoj që kom majt ato temen në shumë aspekte, po më kanë diku, që tash për shambull jam në një farë fazë që diqysh nësi ju pëlqej kujdo për qëke që jam mirat, nëse jo, nuk do me thonë mi ju pëlqy krejtve, apo kupton është impossible. Shia është relative. Shumë relative, shumë, po me të kallëzu drejt nuk më pëlqejnë hala këto pjesë që gjykojnë në shumë aspekte, po të ke fundit punë e kam. A dhe në shpesh thëmë, puna jam është një gjyku. Cili ka qenë ai momenti parë kur tha, a din qka mu nuk du mi ledzu as një koment? A din qysh mi ledzu komentet, për shumë online, qëto hate, që shumë ljatë njerës dhe t'i shkrujnë, nuk më kanë, kur nuk më kanë diku, kështu se kom pas edhe për para i kom ledzu, nuk më kanë bu për shtypje, po ma shumë më bojnë për shtypje, për shambull, njerës të mi që i kom të ofert, ose a din rrethe, që aty jam diku nëse diçka si ka pëlqy dikujt, qysh me njere kom dit me ndru me nime, në qëtash